Tash, çfarë ka ndodhur për shkak të disa interpretimeve të gjykatës kushtetuese, të cilat, domethënë, nuk janë bashkë më të mira, tash koha po e tregon këtë gjë, është betonu bojkoti si formë e presionit politik. Domethënë, Kushtetuta e Kosovës thotë që presidenti zgjidhet në raundin e tretë, nëse duhet ajo shumica e thjeshtë, por në 2 raundet e para duhet 80, por ama duhet votohet. Duhet votohet. Ta çka ka bërë gjykata kushtetuese e ka kriju këtë precedentin që ti thjesht duke mos marrë pjesë në votim, ti e bllokon procesin. Po në kod djeu votua apo jo? Pati votim. Nuk është votu. Ajo ishte një performancë që e bëri lëvizja vetëvendosje për treguar që kandidati i tyre e ka shumicën e thjeshtë që nëse do ishte një proces normal, në raundin e tretë do zgjidhej presidenti. Dhe tash është kriju kjo, ky komplikimi, mbi atë komplikimin që ne e kemi me 20 vendet e rezervume që janë, që ti nuk të mjafton të fitosh 51% qeverisësh me Kosovën, po të duhet më shumë. Edhe kjo tash do e krijojë një situatë në cilën skena politike do pastrohet. Njerëzit, unë kam mendimin që nuk do jemi vetëm me këto zgjedhje, do kemi edhe një palë zgjedhje të tjera në fund të vitit, sepse këto zgjedhje nuk do të zgjidhin asnjë gjë. Prap do kemi një situatë blokade, prap nuk do janë ato 80 votat e nevojshme për të zgjedhur presidentin, edhe do vim në një situatë kur skena politike në Kosovë të dohet në 2 bloqe. Kush është me Albinin dhe kush është kundër Albinit. Ka përshtypjen edhe sot pak a shumë kshuar, po ja, nuk është e fragmentizuar, të ikë 3 subjekte politike, tash njerëzit nuk do e djegin votën. Nuk do e djegin votën. Pa e thoni që Albini do shkojë më shumë se 52%. Unë jam i bindur që Albini... Se në kohë të opozita kam parë disa reagime shumë entuziaste. Këtu është kalkulimi gabim që bën opozita në Kosovë, dhe kjo është arsye pse ata kanë bllokuar procesin. Ata nuk kanë qenë të interesuar për zgjidhje, dhe Albini e ka pranuar sfidën, ka thonë, "Okej, s'po dua asun zgjidhje." Ata duke menduar që nëse shkojmë në zgjedhje, Albin Kurti do merr më pak vota, dhe do i zvoglohet fuqia politike dhe do e gryn. Është e kundërta, sepse në fundit është problem të shkohet kundër një njeriu i cili ka 16 euro në konto. Populli i Kosovës nuk është si populli i Shqipërisë. Populli i Kosovës i shikon këtë gjë. E shikon kush kundër kuj është përballë. Nëse tash Albin Kurti me disa njerëz të tij është përballë një kaste milionerësh, kjo në Kosovë e bë diferencën. Sepse atje sot në Kosovë nuk votohet për ideologji, votohet kush është i korruptuar edhe kush nuk është i korruptuar.